Si të kryej pagesat e tatimeve me barcode në Credence Online. Hyni në Credence Online duke u identifikuar përmes kodit tuaj PIN, fingerprint ose Face ID. Klikoni fillimisht tek ikona e profilit e më pas menun zgjidhni klientin. Do t'ju shfaqen të gjithë klientët që keni të lidhur në Credence Online. Klikoni mbi klientin nga do të kryeni pagesën. Në vijim klikoni tek menut e shpejta në faqen kryesore, pagesat e faturave ose në menun poshtë transfero para. Tek menuja transfero para, zgjidhni pagesat e faturave. Zgjidhni llogarinë tuaj nga e cila do të kryhet pagesa. Nga lista e kategorive, zgjidhni kategorinë tatime dhe ofruesin e shërbimit. Plotësoni shumën manualisht dhe më pas klikoni mbi skano barkodin. Mjafton të drejtoni kamerën e telefonit tek barkodi i faturës fizike. Do të plotësohen automatikisht nga sistemi. Numri serial, emri i klientit, detajet e pagesës dhe periudha e pagesës. Tek dy fushat e fundit mund të shtoni informacion shtesë. Klikoni dërgo. Kontrolloni detajet e faturës dhe klikoni konfirmo. Pagesa juaj u krye me sukses. Printoni mandatin tek eksporto të dhënat. Për të vështruar statusin e pagesës ose për të riprintuar mandatin, shkoni tek gjendja e veprimit online. Credence Online, personalisht për ty.